Kështu duket situata në Gaza aktualisht, ndërsa kështu është projektuar të duket në të ardhmen nga administrata Trump, një metropoli teknologjisë së lartë. Bëhet fjalë për një projekt të titulluar Sunrise, që parashikon të shëndërojë rrënojat e Gazës në një destinacion futurist bregdetar, sipas një artikulli ekskluziv të Wall Street Journal. Kjo ide po raportohet në një kohë kur faza e dytë e marrëveshjes së armëpushimit nuk ka hyrë ende në fuqi dhe mira palestinezë vijojnë të gjenden në rrënoja. Drafti prej 32 faqesh thuhet se është hartuar nga dhëndri Trump i Jared Kushner dhe i dërguari për lindjen e mesme Steve Witkoff, dhe do të ketë një kosto totale prej $112 miliardë në 10 vjet, ku SBA-ja do të mbulonte rreth 20% të financimit. Rindërtimi do të zhvillohet në 4 faza, duke nisur në jug me Rafah dhe Han Yunis, e duke lëvizur drejt veriut në të ashtu quajturat kampe qendrore dhe në fund në Gaza City. Propozimi është i shënuar si sensitiv dhe jo i klasifikuar dhe nuk jep detaje se cilat shtete apo kompani do ta financonin, as se ku saktësisht do të jetonin 2 milion palestinezët e zhvendosur gjatë këtij procesi. Ndërkaq, theksohet qartë se asgjë nuk mund të nisë pa çarmatosjen e Hamasit.